Është një mrekulli e vërtet. Ju ftoj gjithëve që t'jeni pjesë e këtij fshati. Fshat që pa ardhur me vizitu live, nuk e besoni. Ju kam thonë se fshati turistik dhe fshati më i bukur ndodhet në Gjilan në Makresh. Ju ftoj gjithëve të vini tash në pushime verore. E keni vetëm 10 minuta me makinë prej Gjilani, prej qyteti. Tu janë duke punuar. Hajde hedhja një sy këtij fshati turistik. Fshati i bukur me natyrë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Dhe villat janë fantazi, ja është duke u punuar, është shtruar rruga me asfalt e keni deri në fshat. Hajde shikojeni edhe një sy, edhe do befasoheni me këtë pamje, ja shikoni. Ja shikojeni pak. Është një mrekulli e vërtet, kompleks anesi, është hapur pjesa tjetër e ndërtimit ku mund të porosisni villën tuaj sipas dëshirës në vendin ku dëshironi. Ja, këtu po punohet, janë villa, kur them janë villa të mira dhe villa standarde, nuk do doja kur të bëja një reklam për një diçka që nuk ja vend. Edhe nuk bëj, realisht. E janë i shikojeni mrekulli e vërtet, me pishina verore, dimrore, kompleks anesi në Makresh, fantazi, shumë fantazi, me një pronar king. Djalë shumë i mirë, djalë shumë punëtor, djalë shumë i kulturuar, djalë shumë i thjesht, me Valon Ramushin mund të kontaktoni gjithmonë dhe bleni villën tuaj në Makresh. Ja ku i keni edhe dritat e balkonit komplet, një diçka fantazi e bukur, standard shumë i lartë. Si duket një villë, dritat kështu bëjnë refleks prej kamerës, nuk e di pse e kanë këtë pjesë, mirë po këtu është një dhomë gjumi. Është një dhomë gjumi, uroj që mos bëj kështu gjatë gjithë kësaj kohës, nuk e di pse. Këtu është një banjo, ja ku është një banjo, shumë e mirë, ja këtu. Edhe dush edhe banjo, pra është dhomë gjumi private kjo këtu, që del direkt me qasje nga dhoma gjumit direkt në pishinë. Pastaj këtej është përsëri një banjo tjetër bashkë me dush, ja ku është këtu përsëri, këtu është salloni, ja ku është salloni. Salloni është fantazi, ja ku keni sallonin me oxhak. Këtu është oxhaku, mund të ndezim idenë, këtu e keni t'i bëjmë reklam Albanit. Këtu është oxhaku, pishina direkt me qasje, domethënë direkt del në balkon. Ja. Direkt mund është me dalë në pishin. Po e mbyll. Edhe këtu vjen një kuzhinë m'duket. Përsëri ka qasje me dalë nga kuzhina në balkon. Këtu është përsëri një dhomë gjumi, që edhe kjo dhoma e gjumit e ka qasjen direkt me dalë për jashta dhe në pishin. Ja, sa gjë e bukur. Pra, këto i disponon vetëm kompleks anesi. Këtu do vinë ato ansor, gilindera, që e thoni, nuk e di. Po hyp pak lartune në katin e dytë. Pra, dalim në katin e dytë, edhe shikojmë pak. Këtu është një dhomë tjetër gjumi, jo, dhomë gjumi jo, po mund të shfrytëzosh edhe për dhomë zyra, apo këndlojrash për fëmijët, apo ku diun. Kjo është një dhomë gjumi, jashtëzakonisht e bukur. Edhe te kjo dhoma gjumit e ke direkt qasjen në balkonin katit në dytë. Shiko sa bukur, shiko çfarë pamje ka. Është një mrekulli e vërtet, ju ftoj gjithëve që t'jeni pjesë e këtij fshati. Fshat që pa ardhur me vizitu live, nuk e besoni. Shikoje. Mrekulli. Asfaltin e keni shtruar gjithku, keni ujë, drita, internet keni në çdo vend. Çdo villë rrethohet me pisha, edhe merr këtë pamje të bukur, pishat rriten, edhe shkon
Një hije shumë e mirë në për obore, në për vende, ja shikojnë se sa bukur, ja. Kjo është ndërtimi që bon Valon Ramushi në kompleksanisht. E tash sa për informacion, po ju tregoj se momentalisht kush do mu bo komshri me mu, e blen që t'villë shtu. Ja ku e kemi, shiko sa bukur është, ja ku është jo villa e fundit. Dua ta mbyll me këtë video, kjo është një villë shumë e bukur, rrafshohet, nivelizohet, bëhet gjelbrim, e ka pamjen vetëm natyrë përpara. Kjo villë për momentin është në shitje, hajde kush është i interesuar, edhe bëjmë një pazar të mirë, po intervenoj edhe unë si komshi. Ja shikoja.